unë besoj që do të duhej, të ishte kështu si shtoni ju, që do të duhej që njerëzit, ashtu si secili nga ne, që nuk është se kemi bërë një gjë më Ka shumë se sa kodet e veta duhet, normale, po. duhet kishte normat, duhet kishte dashuri ndaj kombit, ndaj familjes, ndaj madje edhe ndaj komshis, ndaj profesionit, ndaj fes, ndaj gjithave. Në analiza dhe përfundimet e mia modeste më tregojnë që të gjithë këto njerëz që kanë ecur politik, që kanë bërë përpara, përfshitur në rastin edhe të Shqipërisë, edhe të Shqipërisë, edhe të Malit Zi, edhe të Serbisë, janë njerëz të cilët janë njerëz me veset 100% si këto që ju përshkruat pak më lart, dhe po t'i analizojmë, se sigurisht vetëm koka ka dalë, trupi i icebergut është i fshehur, të gjithë janë pjesë e këtyre klaneve satanike, sepse nuk ka asnjë shpjegim që nga ajo që njihet si G99, në rast se të kujtohet, Erion Velia me ishte fabrika, çerdhja që gjithë këto mostrat e rilindjes, të gjithë që nuk përmend edhe emra se janë ministra sot, këto ministrat që i ngjajnë Michael Jacksonit e me radhë, se shkojnë atje, hullin paratë i thënë, do më bësh si kjo figura këtu. Aha, qartë. Nga që se ka lidhje Michael Jackson, se edhe Michael Jackson ka qenë pjesë e Epsteinit, nëse të kujtohet. Qartë. Të gjithë këto që në nivel sigurisht më të vogël, kanë qenë edhe pjesë e këtyre parteve të seksuale, të tupshme, të G99 dhe pastaj nuk diskutohet rilindjen e pra ju mendoni kolonel se G99 dhe këto çerdhet e neoliberalëve këtu në Tiranë që prodhuan de facto, janë prodhuesit de facto të atyre që sot në Shqipëri njihen si elitat e reja politike, ju mendoni se këto çerdhe janë çerdhe të njëjtat fabrika të perversitetit botror, pra? Absolutisht. Dhe më lejo të të siguroj që të njëjtat gjëra, sigurisht në nivele pak më të vogla, me femra, me meshkuj, me drog, me kokainë, me të gjitha, e din vetë ato se ku i kanë atje në një super vend të fshet, ku i bëjnë, po të them një rajon, për shembull, në rajonin e Malit Dajtit. Nuk po shkoj për detaje më tepër, se do kemi emisione tjera për t'i analizuar. Paska në Mal të Dajtit qendër të tillë, pra, ku kryen rituale. Që bëjnë rituale të tilla, ftojnë vajza të reja, vajza të vogla, një pjesë, shiko, i gjithë boshti i ndërtuar që nga G99, që nga deklarimi i rilindjes kombëtare, shfaqja këtyre figurave anti-shqiptare, anti-njerëzore, anti-familjare, anti-shqiptare, mund të thush më tepër, janë të gjithë, nuk mund t'i ofrohesh kësaj rrjeti, kësaj bordello të rilindjes, në qoftë se nuk je pjesë e sektit tyre. Pjesë e sektit tyre të ndyrë, pjesë e sektit të tyre të perversitetit, mashkull, femër, mashkull, vajzave të reja, dhe përdorimit këtyre, e cila është zgjeru pastaj në mënyrë që të marrin pushtetin tek pra paska dhe këtu në Shqipëri, kolonel, oaze epsteiniane, të cilat ndjekin ritualet mbi kodin e vlerave të mjaftit dhe të çerdhës. Studiohen diplomatët të cilët janë të zbuluar ndaj këtyre cilësive dhe pastaj yshten me para, të kam thonën, e njëjta gjë si me këtë lajçakun, sa lajçak ka pas Shqipëria, sa maskareqi vinin flisin këtu për Bashkimin Evropian dhe kënaqësitë e tyre seksuale përfundonin me vajzat shqiptare, me hotele, me vera shtreta, që i siguroheshin nga elitat tona politike. Absolutisht. Flasim për sektin e rilindjes. Dhe arsyeja që një pjesë e madhe e personave të cilët gjatë viteve 2005, 2009, 2013 kanë qenë pjesë e këtyre pjesëve, sot i kenë në majat më të larta të një pjesë janë largu, kanë qenë ministre, kanë qenë kryetar parlamenti, kanë qenë kështu, kanë qenë në postet ndryshme, një pjesë tjetër i ke sot në majat e qeverisjes,
këto që shesin reforma për bashkimin Europian. Këto që sot i ke që ndërtojnë me 100 milion euro rrugët, të cilat janë të gjitha të prishura, tunelet e rrugë që prishen as 3 muaj pas inaugurimeve. Kolonel, apo përdoret rasti Epstein si mesazh dhe kod i fshehtë brenda establishmentit perëndimor dhe kur elitat ekspozohen, kolonel, a kemi të bëjmë këtu me tentativë për të vënë drejtësi apo kemi një luftë fraksionesh në majën e piramidës e elitave të botës? Unë besoj që kemi një luftë të madhe, sepse ju e dini që presidenti Trump ka ardhur si kampion i konservatorizmit, ndërkohë që Bashkimi Evropian drejtohet nga rrymat liberale të degeneruara të Po këta shoqërisë. nuk po kursejnë askënd, kolonel, po thon Trump ka qenë këta konservatorë, po na del gjithë bota në Epstein pra. Pa diskutim, po ju kthej përgjigje sipas analizës time. Qartë. Me qenë se doli Trumpi si kampion i konservatorizmit dhe për shkak se drejton superfuqinë e vetme të botës me një fuqi të jashtëzakonshme ushtarake. Tani presioni ka qenë shumë i madh për të nxjerrë dosjet e Epsteinit për të godit, sigurisht që objektivet për të godit Trumpin, por frika atyre është e madhe sepse këto nuk do arrijnë rezultatin që mendojnë ose objektivin që kanë për të godit Trumpin, për shkak se ata që janë mostrat më të mëdha janë disa figura politike të Partisë Demokratike. Pra ish drejtues të lartë Partisë Demokratike. Sigurisht ka edhe nga republikanët, por që unë besoj që kjo është një luftë për plasje rrymash për atë që kush do ta drejtoj rendin e ri botëror. Dhe pikrisht kjo është një luftë e cila sapo ka filluar, do të vazhdoj, do ketë përplasjet e veta, do ketë vendimet e saj, por që kjo ka ndikuar që një pjesë e madhe e lëvizjeve të djatha ose të ekstremit të djathtë në Europë të pozicionohen qartazi me Trumpin, këtu për shembull në Francë, partia Le Penit, në Britaninë e Madhe shumë shpejt do kemi rrëzimin e kryeministit Starmer, Aleanca për Deutschland në Gjermani, Polonia po ashtu, dhe të gjitha së bashku do bashkohen për ta larguar këtë rrym e cila i ka bërë një dëm të jashtëzakonshëm në mënyrë të veçantë kontinentit evropian dhe popullsisë dhe popujve të Europës. Qartë. Në Shqipëri ato që quhen elita, sepse unë nuk besoj se këtu ka elita, por ato që janë fakti kryer, ata që janë fakti mirëqen pra. Le ta marrim si të mirëqen që elitat politike në Shqipëri janë ata që na servirin mediat e tyre, establishmenti i tyre mediatik e kështu me radhë. Në qoftë se marrim të mirëqen këtë fakt, pa diskutim, ashtu sikurse ju edhe unë, edhe ata po bëjnë matjet e tyre, kolonel, po bëjnë leximet e tyre. Ju keni patur informacione shumë të rëndësishme, edhe unë kam patur nga burimet e mia, ju nga burimet e tuaja, që në dheu i Tiranës po zihen ka ca takime koka 17, të cilat janë traumatizuar dhe me sa duket janë duke projektuar divorcin me Ramën dhe me establishmentin në Tiranë. A kemi diçka konkrete apo jemi akoma në fazat e pulsimit në distancë të këtyre lëvizjeve tektonike dhe nuk kuptohet ende qartë shkalla Richter e tërmetit politik që pritet ndodh në Tiranë? Absolutisht jemi drejt largimit të atij që ju e quani me të drejtë kryeministri i përkohshëm dhe tashmë në shtesë të gjithë problematikave që ka, pavarësisht se duket. Spari shikoni gjendjen psikologjike të kryeministit. Është i trembur, është i dëshpëruar, gënjeu me bordin e paqes, gënjeu shkoi në Izrael, atje si dordolec. Filloi duke u tall gjithë parlamenti, Kneseti, duke ironizuar. Edhe i kemi analizuar këto biseda. Tashmë kemi një goditje të madhe të arrestimeve që janë komplet të padrejta. Janë të padrejta të arrestimet e djeshme, sepse ato që duhet arrestohen
janë kokat. Përgjithësi kryesor për ndotin të Shqipëri është ish drejtori. E kemi thënë edhe për trafikun e drogës, për akuzat e opozitës edhe jo vetëm. Drejtori Piro Lëngu, i cili sot është ministër i mbrojtjes. Ai Piro mund të mendoj që është ministër mbrojtje, mund të mendoj që është i pakatshëm, i pakapshëm, që nuk do ketë përballje me drejtsinë. Po ta shikosh të gjithë prurjet e Belinda Ballukut që i ka vënë në këto pozicione, një nga të cilat është edhe ky, djali i vogël, i cili pale kur merr dhe pozicione si ky, domethënë është i pari që ka bërë strategjinë kombëtare. Ky është i pari që po përmirëson ushtrinë. Ky është i pari që po ndërton sisteme. Ky edhe establishmenti i këtij. Do imagjinoje sa qesharak janë, Unë nuk dua kolonel, unë nuk dua të bim në bullizëm, sepse fatkeqësisht kur i ndas Zoti këto punë, ka ca raste që të jepet mundësia të bësh garipin, ka ca raste ku i modhi Zot s'ta jep mundësinë as me bosi i fortë. Ky është problem vetëm por që nuk e zgjidhin me dot në dorë. Ajo që unë dua të them kolonel është ne na djekin shumë mira njerëz dhe kanë filluar, janë përvëluar tashmë nga këto biseda, këto analiza. Rasti më përkëdhelës është që unë dhe ti jemi Loli me Colin, të cilët lajmërojmë rënien e Ramës dhe ai nuk po bie. E përsërisim njerëzve. Ne nuk kemi folur kur për data as për afate, kemi folur për marzhe kohore dhe për trend të rënies së këtij dhe po bëjmë analizën. Vazhdo kolonel, se bëra këtë ndërhyrje për t'i Arrestimet e djeshme janë i mbështesim maksimalisht për rastin e mbetjeve, po përgjegjësit kryesor janë Edi Rama, Belinda Balluku, Mirela Kumbaro, një tjetër ministre qesharake e rilindjes dhe Piero Vëngu, të cilët kanë qenë pozicione të cilët e kanë lejuar. Dhe është ky aktivitet kriminal që ka sjellë përfitime financiare. Të mos kesh as dyshimin më të vogël Kreshnik. Kudo ku ke figurat, kudo ku ke Ramën, Belinda Ballukun, Piero Vëngun e shumë Piero tjerë e Belinda tjera, ka vetëm korrupsion i cili ka ndikuar drejt për drejt në jetën e qytetarëve. Qoftë tek rrugët, qoftë tek trafiqet, qoftë tek pasiguria, pra mungesa e sigurisë fizike, e sigurisë e rendit, sigurisë publike, qoftë tek investimet, qoftë tek rrugët, tek tunelet, tek vjedhjet në sistemin ushqimor. Shqipëria është një vend që ne kemi guxuar themi prej 15 vitesh. Të gjitha vinë nga Greqia, nga Serbia dhe një pjesë e madhe e shqiptarëve. Jo vetëm që është duke vdek me kancer, sepse të gjitha vinë me etiketa të pakontrolluara spari, por të gjitha janë me të qëllimshme, që nga duri, Një në 6 shqiptar, kolonel, 1 në 6 shqiptar vdes nga kanceri në Shqipëri, e tmerrshme. Sepse është qëllimi i Çubrilovicit. Jepini shqiptarve, vendosnin krye tyre njerëz që nxjin jetën, njerëz të cilët nuk kemi ne nevojë t'i sulmojmë më me armë ose të zhvillojmë, se nuk i le sot sistemi aktual, politik ndërkombëtar, por vendosnin njerëzit që janë krye që i shërbejnë plotësisht objektivave dhe qëllimeve tona. Dhe pikërisht kjo ka ndodhur. Edhe veriu fut njerëzit e vet, po edhe jugu, si në rastin e Piero Vëngut, që e keni shpjeguar shumë bukur ju, apo të Belindës, e të disa përfshiktu dhe disa pjesë, disa individ nga opozita, të cilët i shërbejnë interesave kombëtare të Greqisë. Dhe të mos kesh asnjë pikë dyshimi që as ju, as unë, të cilët nuk marrim rrogë askund, nuk mund të gjejmë në mbështetje, sepse ne jemi kundër, ne jemi vetëm për në mbështetje të kombit shqiptar. Fatkeqësisht Shqipëri, kush ka punu për këtë komb, kolonel, historikisht e ka ngrënë sa krau. Gjithsesi ne vazhdojmë të jemi optimist, ne besojmë që populli ndryshon
dinamikat ndryshojnë